Profesor, si e keni parë kalimin e një fazë tjetër të protestës, atë të përplasjes me policinë përballë parlamentit, ashtu siç u pa ditën e djeshme, dhe ndërkohë reagimin agresiv të vetë policisë, por edhe të qeverisë nga ana tjetër? Unë e kam pa me mjaft shqetësim, pavarësisht se kam ditur dhe kam kuptuar që gjithmonë dhunës i paraprin dhe dhunën pothuajse e bën të pashmangshme, ignoranca, i padituri dhe strukturat shtetërore dhe administrative të kalbura nga korrupsioni, nga padia edhe nga nepotizmi, të cilët mendojnë se shteti është i tyre, Shqipëria është e tyre, pushteti, karriget janë të tyre, vota e popullit nuk ka rëndësi, mendojnë se e kanë çiflik tyre dhe do bëjnë si duan, ndërsa është krejtësisht realitet tjetër. Por nuk duhet harrojmë që dhunës që filloi, që u shfaq tek parlamenti, i ka parapri një incident shumë i rëndë me datën 29 qershor tek godina qendrore e Universitetit Politeknik Tiranës, në momentin që po fliste zëvendës presidenti i Këshillit të Europës Nikolas Stefanuta. Dhe ishin 5 eurodeputet, unë isha aty dhe unë po i një gjë me vëmendje kur një protestues që ishte në krahun tim, një funksionari i mirë i administratës të shtetit shqiptar, që jeton sot në Amerikë, por që vetëm ja ka ndërrua karrikën dhe funksionin e ligjit shtetit shqiptar, më tha, profesor, tha shiko, tha çfarë po ndodh ke universiteti, dhe unë hodha syt aty në katin e 5 dhe shikoja që student kishin varë një banderol të gjatë ku shkruaj ju erdhi fundi. Ndërsa në katin e 5 aty tek balkoni po provërishin studentët. Dhe në atë moment pash që banderola u shkput dhe ra, edhe disa protestues shkuan drejt godinës së universitetit. Unë atëherë nuk mund të qëndroja më duke dëgjuar eurodeputet, por shkova dhe vetë ke studentët dhe mra me pa me qenë dëshmitar okular dhe me pa nga afër gjithë ngjarjen që u zhvillua nga Borrje deri në katin e 5 të godinës së universitetit, përpjekjen e studentëve për të mbrojtur banderolën dhe kauzën e drejtë të tyre, të drejtën e protestës, për të reaguar ndaj mjerimit në sistemin arsimor, në sistemin e bujqësisë, në sistemin shëndetësor, në çdo sistem të shoqërisë. Dhe pash aty për shembull që studentët u provokuan, sepse kur studentët po vendosnin banderolën, një punojës i sigurisë ai policisë, nuk e di se kush, i kishte mbyll me qers nga jashtë. Dhe në fakt ishte i provokim i ulët që po mos ishte zgjuarësia e studentëve dhe e disa njerëzve që qëndruan aty dhe që isha prezent dhe kamerat e televizionit atë natë me datën 29 qershor kanë filmuar çdo lëvizje, çdo fjalë në ato shkallë të universitetit, po mos ishte domethënë mund të kalonte në një incident shumë të rrezikshëm. Po ata fatin që më niftin policët, më niftin studentët dhe gjithë fjala ime nga kati i parë deri në katin e 5 ishte mos provokoni, mos dëmtoni asnjë sen dhe jo dhunë në mjediset e universitetit. Derisa arritëm aty sa vetëm studentët mrena, të tjerët jashtë, dhe ma besoni gjithë ajo natë e tensionuar, ka përfunduar vetëm me një kornizë, me një fotografi e një kornizë xhami të thyer, asnjë lloj dëmi tjetër, asnjë lloj hatërmetje, asnjë lloj incidenti tjetër. Pra, provokuan policia, padia e policisë, ndoshta jo sistem, por ata që ishin aty, sepse më ka ndodhur diçka që s'm kishte ndodhur kurrë. Në katin e 3, kur po qëndroja aty një polic që shoqëronte po zbriste nga kati 5, më ndodh përballë ai më nifte, më tha profesor, tha, unë tha mua tha po mbjet fikt. I thash mos ki frikë, thash mos ki problem se nuk ndodh asgjë, student nuk prishin asgjë, do të heqim nga mjediset e universitetit qytetarët e jashtëm, ndërsa studentët kur janë vetëm studentët në godinë nuk ndodh asgjëja më e vogël. Dhe e kuptoni se provokimi i ulët se çfarë mund të sjelli pastaj në pasojat e tjera. Studentët treguan kulturën e tyre, nuk ndodhi asgjë. Pastaj të nesërmën përsëri tek parlamenti. Protestuesit as kishin gur, as hekura, as leva, as pluma, protestë më paqësore, protestë më drejt për drejt, protestë më sinqert. Nuk di që mund të ketë, nuk kam pa që nga viti 1991 e mësot
që kam qenë në çdo protestë, unë dal në gjitha procesat që realizohen, të gjitha forcave të policisë, të gjithë drejtorëve, të gjithë deputetëve, të gjithë qeveritarëve, të gjitha niveleve, ti kontribuojnë zgjidhjes problemit e jo acarimit situatës. Ne na duhet zgjidhja problemit. Nëse puna ka ardhur deri këtu, ne duhet zgjidhja kontratës qeverisjes në mënyrë paqësore sipas filozofisë europiane të Emmanuel Kantit e jo sipas filozofisë marksiste leniniste ku kundërshtari shihet si armik e duhet ta zgjesuar. Profesor, si i shikoni arrestimet, sidomos në rastin ndaj Dritan Goxhait, i cili u arrestua në mes të protestës përballë parlamentit, apo tenton qeveria që përmes këtyre arrestimeve të friksojë protestuesit dhe t'i zbraps ata? Tani, shiko se ku vjen puna. Nuk është të thonë që në një protest ku morë një pjesë 100.000 apo 200.000 vetë nuk ka incident, e mbase për të shuar incident në momentit mund të duhet edhe në një arrestim. Por, ama, duhet kuptu edhe mirë fakti që shkojnë arrestojnë Dritan Goxhaj në vlla. Shpun kanë me Dritan Goxhaj dhe jati ti Dilaver Goxhaj, për mua, për aq sa informacion kam unë si qytetari thjesht, e si protestues si thjesht aty, janë herojt e këtij kombi, i kanë dhënë provat e veta. Ata mund të ishin që të dy të vrarë nga ushtria serbe, sikur se vra dhe Tahir Sinani e Endrit Cara i Kavajs apo qindra dëshmorë të tjerë. Po si shkojnë i arrestojnë këta vlla, apo shohin një grua që mban për besimin e vet, e kulturën e vet, mban një veshje dhe thonë kjo ishe Benirant, apo shohin një besimtar me mjekër apo pa mjekër, e thonë ky ishe Benati. Po nuk duhet lejuar kur që element të tillë provokativ të arrin funksionet apo porosit që janë dhënë apo që mund t'jepen nga qendrat antishqiptare. Duhet kuptojmë qendrat antishqiptare, çdo njeri antishqiptar, çdo funksionar i shtetit që ka zemër e shpirt të ndyrë antishqiptare mund të jetë i interesuar për incident, ndërsa nuk ka kur shanse që t'jetë i interesuar për incident as edhe një protestues që dele proteston, mbledh mbeturinat, shishet e hedhuna për tokë, shkon duke përshnet, shkon duke përqafuar fëmijët, shkon duke i dhanë kurajo shtetërore, duke bërtit, mos provokoni, mos thyeni xhama, mos bani dëme. Çka kujtojnë këta ignorant që kanë të bëjnë me një popull pul e të mashtruar e që nuk di me ju kundërpërgjigj dhunës, po këta duhet jenë aq të zgjuar që kur mos me provokua dhunë, se ti në rast se arreston të pafajshmit, e i tërheq zvarr, e i shkel me kam, apo ti duhet dish që njerëzit protestojnë, që gjithkush e quan veten një lloj me atë që ka dalë në protest. Unë dal në protest, rri 3 orë, 4 orë në protest sa që me mbaj gjujtë dhe forcat e mia të kësaj moshe, dhe gjatë kësaj kohë për mua çdo protestues është vllai im, unë e quj veten, unë nuk dal në protest me bon shehir, po dal në protest me dhanë forcë kurajo, sikur se edhe me marr forcë kurajo për një qëllim përbashkë që është mbi gjitha vëllezër, rikthimi i funksioneve të Republikës, rikthimi i demokracisë, rikthimi i pluralizmit real, boll me fiktivitet, me korrupsion, me nepotizëm, me krahinizëm, me hajdutëri të pa shembull e që nuk e ka pa kur ky shtet dhe ky kom. Një të tillë situatë ne nuk e kemi përjetuar as në kohën e diktaturës komuniste. Prandaj duhet lavdruos Zoti edhe çdo protestues, shoqyr që filloi dhe u reagoi Shqipëria. Ne nga mungesa e reagimit jemi quajt popull i vdekur, popull që flajm gjumë, popull që nuk durojmë deri edhe me na fut opingën në gojë. Tani që reagojmë dalin ca ignorante apo qendra antishqiptare që kërkojnë me përgojue e me na ngatrua me njëri tjetrin, e me na detyrua me thyje xhama apo dyert institucioneve tona. Jo kur. Protestuesit nuk thyejnë asnjë vazo. Protestuesit kanë vezë e domate. Kujt i shkoj shpirti për vezë e domate të vinë të më thonë fajtor i smunjes apo i ngjarjes ki jam unë.
vezja domata nuk vrasin askën. Vezja domatet janë të gjitha mbi poshtërsin dhe mbi sistemin e mizerjes që ka ndërtuar kjo klasë e ndyrë politike anti-shqiptare, anti-europiane në këto 36 vjet dhe nuk ka çfarë i heq kush njerit apo tjetrit, është në blok. 36 vjet kohë humur, 36 vjet mizerje shtetërore mbi pronat, mizerje shtetërore mbi demografin, mizerje shtetërore mbi akademin, mizerje shtetërore mbi sistemin arsimor, super mizerje shtetërore mbi mjedisin e bujqësin. Dhe tani i thuhet prap popullit hesht, duro, rritët të vjell, rritët të marr pronat, rritët deboj fëmit, rritët rrisht 50.000 lek në mujt, një bonus, edhe votoni 500.000 pensionist përsëri e më mbanin pushtet. Jo, kjo është mizerje, ky sistem mizerje duhet shembur sa më parë dhe lut Zotin që çdo politikan dhe qeveritar, i majt apo i djathtë, sido që ta cilësojnë veten, të bëhet pjesë e zgjidhjes. Lushuesaj apelon si shqiptar pa ngjyrime politike apo krahilore apo fetare. Ju lutem, nëse flisni shqip apo keni prindrit tuaj shqiptar apo jeni dashamirës të Shqipërisë, kontriboni zgjidhjes reale, paqësore dhe rikthimit të pluralizmit në Shqipëri. Dhe mos provokoni, mos dhunoni protestuesit dhe askën që proteston e reagon kundër padrejtësive. Profesor, pse Edi Rama tregohet kaq i fortë me të doptit, kryesisht pra me qytetarët shqiptar, dhe është shumë i dobët përballë bandave kriminale? Kryeministri Edi Rama nuk ka as forcë as guxim me i vënë kamën fyt popullit shqiptar, por druj, sikur se thot popullsia e Tiranës ku jetojmë e punojmë prej 45 vjetësh, druj thonë që mbi kokë dhe rreth qafës ka padron të tjerë dhe vargore të tjera, zinxhir të tjerë. Unë i them kryeministrit Rama, bashkohu me popullin shqiptar dhe do të mbetesh, nuk ja lehtëson popullit shqiptar këtë kapërcyll që e ka të detyrueshëm për ta realizuar. Cikli shoqërore politike shqiptarëve, nëse nuk u realizua si duhet në vitin 1990-92, nuk u realizua si duhet në vitin 2018-2019, duhet realizuar tani dhe sa më gjatë të shkoj pa realizuar, aq më keq do të jetë për faptet e shtetit dhe të kombit shqiptar. Mua nuk më intereson asnjë kryeministër dhe zyrtar i Shqipërisë i këtyre 36 vjetëve apo i këtyre 85 viteve që nga koha e krijimit të Partisë Komuniste të Shqipërisë, nga Partia Komuniste e Jugosllavisë deri më sot, por më intereson vetëm fatet e popullit dhe të kombit shqiptar. Me intereson gjithçka që ka të bëjë me botën shqiptare dhe me fqinjësinë e mirë në rajon dhe në Europë. Dhe të mos harrojmë në këtë pikë